Përshëndetje, shikues jo me mësëna dhe mirë se erdhët te kuzhina ime gatuar nga duart e Mirës. Për sot do të përgatisim karkaleca me spinaq në salcë të bardhë. Le të fillojmë së bashku. Për të përgatitur këtë recetë më duhen karkalecat, spinaqi, kemi qumshin, kemi heavy cream, do të hedhim djathë, Boris cheese, gjalp, mozzarella dhe qep. Si fillim më duhet të përgatisim karkalecat, u hedhim pak krip, i hedhim pak hudhër pudër. Qofse do më duhet më shumë, i hedh edhe pak më tepër, do i hedhim pak paprika, piperi kuq, po jo djegës. Dhe duhet i trazojmë këto dhe do të fillojmë që t'i skuqim përpara. E vendosim në anë karkalecin dhe më duhet të qërojmë qepët edhe hudrat përpara se si të skuqet karkaleci, do të hedhim direkt qepën edhe hudrën bashkë. Karkalecin e lëm që të marinojë pak në krip, në piperin edhe hudrën. Qepën e presim shumë holl, që mos të kuptohet kur të skuqet, të tretet sa më shumë, dhe më duhet ta pres sa më holl. Këtu kemi hudrat, po i qëroj përpara. Dhe hudrën më duhet ta pres të vogël, sa më imët. Tani çdo gjë kemi gati dhe le të shkojmë te soba për t'i përgatitur. Po hedhim vajin e ullirit, e lëm të nxefet dhe në të njëjtën kohë më duhet të hedh edhe pak gjalp. Nxefet pak vaj dhe pastaj i shtroj gjalpin që mos të digjet. Tani i shtojmë karkalecat.
i lëm karkalecat të skuqen nga janë, unë po i hedh pak piper të bardhë. Po lëm të skuqen nga janë dhe pastaj do fillojmë do t'i kthejmë një nga një që të skuqen. Për 2 minuta, se karkaleci nuk do shumë që të bëhet, so 2 minuta nga çdo anë. Tani po i kthejmë karkalecat. Është një recetë shumë e shijshme dhe shumë e shpejtë për të bërë. Nuk do shumë punë për të gatuar të rish 20 minuta në kuzhinë nuk është keq. Për të përgatitur këtë lloj pjate që po bëjmë sot së bashku. Një karkalecat i kemi gati dhe po i heqim dhe në të njëjtën tenxhere do të skuqim hudrën përpara pasaj qepën dhe po i hedh në një enë tjetër karkalecat. Tigani është i nxehtë dhe tani unë po hedh hudrën që të skuqet vetëm pak, jo shumë se kthehet në toksite. Po lëm që të skuqet vetëm pak dhe unë po i hedh pak verë të bardhë për të shkrirë dhe anët e tiganit që zun kur skuqim karkalecat. Tani më duhet të lë që pak vera të avulloj dhe pastaj unë do t'i shtoj qepët. Po i shtojmë qepët. Ta lëm pak qepat të tretet dhe pastaj do t'i shtojmë djathtin edhe spinaqin. Po i shtoj pak gjalp më tepër. Po i hedhim pak krem qumshi. Dhe do të hedhim pak djathë, Boris cheese, është djathë me erza brenda, por për këtë recetë është shumë e saktë për të bërë këtë recetë që po kërkojmë të bëjmë sot neve. Dhe po ta shikoni, ky djathë ka erzat brenda. Dhe po i hedh pak e na pak që të shkri komplet. Në temperaturë gjithmonë të ulët që djati të shkri me avash. Mos të nxitohet, se gjithmonë kur është temperatura e lartë, çdo gjë nuk bëhet e mirë me temperaturë të lartë. Prandaj temperaturën e sopës duhet të jetë shumë e ulët. Okej, tani po i hedhim pak thyme për shije të mirë.
dhe më duhet të shtoj spinaqin. Po e lëm që spinaqi të zbutet dhe të lëshoj atë lëngun e vetë dhe pastaj ne do t'i hedhim karkalecat. E trazojmë dhe një herë mirë që komplet të nxjerrim lëngun që ka lëshuar spinaqi dhe anët e tenxheres aty rritër shija e çdo gjë që bëjmë. Dhe tani më duhet t'i hedh karkalecat. Karkalecat i hodhëm në tenxherën aty dhe më duhet që t'i lë për 1 minutë, jo shumë, dhe pastaj do t'i hedhim në tavën tjetër dhe do t'i vendosim në forë. Tani tavën e kemi gati për ta hedhur në tavën tjetër dhe më duhet të vendos dorashkat se është shumë e nxehtë dhe mos të digjemi. Do i grim pak djathë kaçkavall mbi të. Do i hedhim edhe çik djathë për të mozzarella djathë. Dhe tani e kemi gati për ta vendosur në furrë për në temperaturën 200 gradë derisa djati mozzarella të shkrijë. Se pothuajse çdo gjë i kemi gati të bëra, vetëm për të shkrirë djatin edhe për të bërë si punë tave sa më e bukur. Tani po e shikojmë, duket do edhe 5 minuta, it looks so delicious. Edhe aroma që është hapur këtu te shtëpia duket e përsosur, mezi presim që ta provojmë. Po e lëm edhe për 5 minuta. Tani tavën me karkaleca dhe spinaqe kemi gati, duket shumë e mirë. Na duhet të thekim pak bukë për këtë recetë. Jedhim pak djathë kaçkavallar. Bukën e kemi thekur dhe look. Shifeni sa e mirë duket dhe mezi po presim për ta provuar. Kjo ishte dhe receta që doja të ndaja me juve sot, duke shumë e shijshme dhe shumë e thjeshtë për të bërë. Faleminderit për shikimin dhe shihemi në recetat e javës. Mirupafshim bashkë.